42 vjeçari Luan Maçi është thyer para hetuesve dhe ka pranuar autorsinë e grabitjes së pikës së këmbimit valutor në zonën e 5 Majit në Tiranë. Sipas burimeve hetimore, ai ka bashkëpunuar me policinë dhe ka deklaruar se armën që përdori për të kërcënuar punonjësen e hodhi në një puset me një herë pas ngjarjes. Gjatë dëshmisë së tij, Maçi ka shpjeguar se grabitjen e kreu për shkak të vështirësive të shumta ekonomike. Ai ka treguar se familja e tij ndodhej në gjendje të vështirë financiare, kishte borxhe ndërsa nëna e tij është e sëmurë. Sipas të dhënave, gjatë 7 orëve që qëndroi në Arati, ai kishte shpenzuar rreth gjysmën e shumës së grabitur. Hetimet zbuluan gjithashtu se 42 vjeçari kishte tentuar të ndryshonte pamjen për të mos u identifikuar nga kamerat e sigurisë, duke hequr mjekrën në mënyrë që të mos përputhej me imazhin e kapur nga kamerat e qendrës tregtare ku ndodhi grabitja. Ngjarja u regjistrua në një qendër tregtare, teksa në pamjet filmike autori shfaqet i veshur me xhup të zi dhe i maskuar, teksa kërcënon punonjësen dhe i kërkon parat për t'u larguar më pas me vrap nga qendra tregtare dhe për t'u arratisur me motor. Sipas të dhënave paraprake, grabitja dyshohet se janë marrë rreth 120.000 lekë.